Bllokimi i kamionëve me mandarina nga Shqipëria në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të lartë të pesticideve ka bërë që mandarina e Konispoli të mbetet në pemë. Bashkia Jugore është prodhuesja dhe eksportuesja më e madhe në vend e mandarinës me 60.000 ton produkte që shkon drejt Zvicrës, Kroacisë, Polonisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, por këtë vit eksporti ka ngrirë. Klientët e huaj nuk po afrohen nga frika e pesticideve, ndërsa fermerët e Xarrës dhe të Murësisë nuk po vjelin dot mandarinat në kulmin e prodhimit të tyre. Kam të gjitha analizat të bëra në laborator certifikuar në Itali, por problemi më i madh është se nuk kemi treg. Tregu është në momentin është zero. Pse për propagandën që është bërë për mandarinën e Konispolit, që s'është mandarinë e mirë, është mandarinë me pesticide, urdhëro analizat të gjitha ku janë, laboratorët certifikuar në Itali, të gjitha parametrat janë në rregull, mandarina është super mandarinë për vendin, për Kosovën, për Evropën, për çdo vend. Në pikën e grumbullimit për eksport, Ariol Shero thotë se analizat e produktit janë bërë gjithmonë, por lajmet mbi praninë e pesticideve po e bëjnë shumë të vështirë depërtimin në tregun e Bashkimit Evropian të mandarinës. Në zonën e Konispolit janë 1.000 hektar të mbjella me mandarina, me agrume se ka dhe portokalle dhe limona. Janë 1.000 fermer që bëjnë këtë punë në çdo ditë të vitit që u shërbejmë këtyre pemëve. Janë diku te 1 milion pemë që janë në prodhim, që do të thotë rreth 60.000 ton prodhim në vit, edhe përkthyer në lek arrin deri në 30 milion euro. Situata tani është e ngrirë, nuk ka kërkesë si nga fermerët, po ashtu edhe nga pikat e grumbullimit apo nga klientët. Secila kompani që bën grumbullimin dhe pastaj eksportimin i bën individuale. Unë për shembull kam 5 vjet që nuk grumbulloj pa analizë. Kam një bashkëpunim shumë të mirë me marketet Lidl në Europë. Ata vinë, marrin mostrat në çdo parcel, në çdo fermer, bëjnë analizën dhe në bazë analizës bëjnë tërheqjen e produktit. Edhe për përfaqësues të laboratorit deri më tani mandarinat kanë rezultuar të pastra. Laboratorit Euroquality Lab, i cili merret me pjesën e analizave për pesticidet, metalet e rënda dhe pjesën tjetër. Unë kam bërë rreth 200 fermerë deri tash, edhe janë thjesht të pastra. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Konispolit, Erges Dule, u bën thirrje autoriteteve që të ushtrojnë kontrolle mbi farmacitë bujqësore dhe të ndalohet shitja e pesticideve të dëmshme. Kjo do thot përkushtim për atë që dinë të bëjnë më mirë të prodhojnë. Dhe deri tani të gjitha analizat tregojnë që janë të pastra, pa mbeti. Kaq mund të bëj fermeri. Por do të ndërgjegjësuar publiku që s'mund të bëhet pre e një lajmi apo e një qarkullimi mediatik dhe të dëmtoj gjithë ekonominë bujqësore të zonës tonë apo të gjithë Shqipërinë, se kjo ndodh gjithandej. Mund të jetë një lojë spekulative e grosistëve, po theme grumbulluesave. Mandarina në Konispol është në stok. Makineritë në pikat e grumbullimit janë fikur. Qindra punëtor nga zonat përreth, por edhe nga Lushnja e Elbasani që çdo vit punojnë në vjelen e mandarinës, ende nuk kanë nisur punë, ndërsa fermerët po shkojnë drejt një kolapsi që nuk kishte ndodhur kurrë më parë.